Nuk mund që ministrat në qeveri të kenë atë dhe rezervë. Kështu shpreh kryetari i LSDM-s Venko Filipçe, duke shtuar se ndryshimet ligjore të propozuara nga grupi parlamentar i LSDM-s dhe koalicioni do të përcaktojnë qartë se bartësit e funksioneve në qeveri duhet të kenë vetëm një shtetësi, me qëllim, siç thot, forcimin e përgjegjësisë dhe transparencës në pushtetin ekzekutiv. Ne themi se në përputhje me ligjin aktual, po propozojmë ndryshim në ligjin për qeverin, i cili nuk ka të bëjë fare me ligjin për qeverin e përgjinës, në të cilin mbartësit e funksioneve në qeveri duhet të kenë një shtetësi, dhe ky është e propozim ligji ynë, dhe ne po ofrojmë gjithashtu ndryshime në propozim që VMRO-DPMNE paraqiti dje, në të cilin nuk është deklaruar qartë në propozimin e tyre, nëse ajo që kërkojnë do të vlej edhe për këtë përbërje aktuale parlamentare. Nga aeroplani mund të shihet sinkronizimi i temës së shtetësisë midis strukturave nga Bullgaria dhe LSDM-s. Kështu reagojnë nga VMRO-DPMNE. Deputeti Mile Levkov thotë se ky koordinim është rezultati i bizneseve të shumta përmes llogarive bullgare të njerëzve në krye të LSDM-s dhe fakti që dikush, siç shpreh ai, padyshim i kanë në vëzhgim dhe se ata duhet të japin rezultate tani. Kur Bullgaria ka nevojë për Maqedoninë në publikun e saj, LSD ja afron këtë shërbim Bullgarisë po atë mëngjesë në shtyp. Ka bërë një cirk edhe një parodi të gjithë procesit të shtetësisë. Me të njëjtin parim, a mund të kërkojë tani grupi parlamentar i VMRO-DPMNE-s që të mos ketë viza të arta ose dokumente qëndrimi, siç i ka personi i parë i LSD-s në Dubai, sepse të njëjtat dokumente krijojnë dyshime se ato mund të përdoren nëse personi dëshiron të zgjedhë. Deputetët e VMRO-DPMNE-s një ditë më parë paraqitën ndryshime në ligjin për deputet me të cilin deputetët duhet të kenë një gjithësisht shtetësinë maqedonase. Ndryshimet e ligjit i mbështeti edhe LSDM, por paralajmërojnë amendamente që ato të vlejnë edhe për përbërjen e tanishme të kuvendit. Ndërsa sot paraqiten amendamente në ligjin për qeveri me të cilat propozohet që të gjithë funksionarët e zgjedhur dhe emëruar të kenë vetëm shtetësi maqedonase.